Shkolla nëntëvjeçare e Grudës Tring Smiley është kthyer në një model suksesi fal përkushtimit të stafit akademik dhe ambienteve të përshtatshme. Ky institucion po spikat për një mjedis edukues dhe që nxit pasion për të nxënit, duke ofruar cilësi në arsimin fillor dhe atë nëntëvjeçar. Që momentin e parë që kam marrë drejtimin, suksesin më të madh e kam nikur nga klasë teke, jam kthyer në klasë paralele. Do të thënë kur klasa e parë u kthyen paralele dhe aty e kam niat besimin profesional edhe nga prindrit. Edhe si vjet këtë vit, domethënë sukses e kemi parë kur rrjedhja është ndalu, por kemi patur edhe 12 nxënës që kanë ardhur nga shkollat e qytetit, pra grudian, që kanë qenë në shkolla e qytetit dhe janë kthyer në shkollën e Grudës. Sipas drejtoreshës, krijimi i kushteve sa më të përshtatshme mbështesin nxënësit në zhvillimin e tyre personal. Pothuajse gjithmonë vlerësohen me çmime, tek fjala artistike, në olimpiada, janë të përfshirë në të gjitha aktivitetet që organizohen nga ZEVA e Shkodrës apo nga Bashkia e Shkodrës, nxënësit e shkollës Tring Smiley ke përposhtë edhe aktiviteteve brenda shkollës, se këtu zhvillohen vazhdimisht konkurse. Ne tashmë kemi ndërtuar një ekosistem të vogël që është biblioteka multifunksionale, e cila shfrytëzohet për konkurse, për aktivitete, për alternuar, sepse është ndërtuar me kënde dhe alternon tingujt me librin e tjerë. Ftohen shpesh herë edhe poetë shkrimtarë. Në shkollën tonë mundohem që të marr pjesë në çdo aktivitet të mundshëm. Normalisht edhe shkolla jo na shtyn që të marrim pjesë në këto aktivitete që zhvillojnë kompetencat e ndryshme të nxënësve dhe që jam shumë e lumtur që jam pjesë e kësaj shkolle kaq të përgatitur me një drejtori shumë të mirë dhe një staf pedagogjik shumë të shkëlqyer. Po jam pjesë e aktiviteteve dhe them që shkolla jon ka marrë shumë çmime të para, çmime speciale. Po, unë kam qenë në fjalën artistike, kam marrë pjesë dhe kemi marrë çmimin e parë dhe një çmim tjetër dhe jemi shumë gëzuar. Në fakt, më kalin kam pas qef qysh e vogël që të bëj piktura, por këtë nisa duke e bërë që në klasë të 5, fillova duke u marrë më shumë me piktura dhe tani bëra ekspozitën. Personale jam duke e bërë tani me piktuart e mia, pasi kam shumë qef dhe kur të rritën unë kam qef të bëm një piktore. Në këtë shkollë marrin dije rreth 300 nxënës të arsimit parashkollor dhe atij nëntëvjeçar, ndërkohë godina po i nështrohet një rihabilitimi ku pritet të ndërtohen edhe 2 terrene sportive.